Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim zhvilloi një ushtrim demonstrues ku u prezantuan aftësitë e automjeteve speciale zjarfikëse të konvertuara për nevojat e shërbimit të sigurisë shtetërore. Gjatë ushtrimeve, automjetet treguan karakteristikat e tyre të manovrimit duke dëshmuar aftësi për lëvizje në terrene të vështira, kapërcim të pengesave dhe reagim të shpejt në situata emergjente. Drejtori Stojan Çangelov thekson se këto automjete, veçanërisht për ngjitjen e lartësi, ofrojnë performancë më të mirë krahasuar me mjetet e reja, fal karakteristikave të tyre teknike dhe aftësisë për t'u përshtatur me kërkesat e terrenit. Година се подготвени за самостојно дејство без потреба од подршка на припадници на полицијата или армијата како возачи на специјалните возила, но во случај на голем наплив, на големи пожари, катастрофални пожари кои што ќе загрозат луѓе или имот, секако дека на располагање ни стоат и припадниците на македонската армија и полиција. И како возачи, доколку ни треба дополнување на редот на нашите возачи, но и за непосредно гасење на пожари. Përveç kësaj, Angelov rikujtoi se çdo kush që do të shkaktojë zjarre do të përfundojë në burg. Ai apeloi qytetarët për kujdes maksimal duke paralajmëruar se vendi po hyn në një periudhë me një rrezik jashtëzakonisht të lartë zjarresh për shkak të valës së paralajmëruar të nxehtit. Земјоделци, вие кои користите плински уреди кои што испуштаат истрел, звук налик на истрел за плашење на птиците. Вашите уреди може да предизвикат пожар. Почитувани граѓани, во најблиската полициска станица или на 112 пријавете го секое сомнително однесување. Sipas Angelovit, gjatë muajit korrik çdo ditë janë regjistruar mesatarisht rreth 15 zjarre në hapësira të hapura, falë reagimit në kohë të ekipeve zjarfikëse dhe mbështetjes nga avionët e Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, të gjitha zjarret janë vënë në kontroll dhe janë shuar me sukses.